Për herë të parë në thuajse një shekull, ujërat e Radikës u bekuan në gjuhën shqipe një ngjarje me një domethënie të thellë, jo vetëm fetare, por edhe kulturore dhe njerëzore. Liturgjia e kënduar nga atë Nikol Kedhi, që u dëgjua përgjatë krishtave të Rikës së Epërme, ishte një thirrje për shtigjet e humbura dhe për binjtë e harruar, një kujtesë që nuk kërkonte leje nga koha, por që akthente ndërgjegjës gurin, ujërat dhe malet. Ky bekim i ujërave që përshkonte jo vetëm ujin, por edhe kujtesën kolektive, ishte një moment simbolik që shënon të shndërrimin dhe hapjen, duke sjellë mesazhe të fuqishme për bashkimin dhe përjetësimin e vlerave të së kaluarës. Uji u bë mjet shëntërimi dhe lidhje për njerëzit, duke shkrirë kufijnë të kohës dhe duke përforcuar identitetin shpirtëror dhe kulturor të komunitetit. Ky moment i veçantë bëhet i mundur me iniciativën e ambasadorit të Shqipërisë në RMV, Denion Mejdani dhe peshkopit të Antaniskit, zotin Panej, që kontribuan për të realizuar këtë ngjarje të rëndësishme. Bekimi i ujërave të Radikës në frymën e kësaj feste të shenjtë përfaqëson një qasje të qartë dhe konkrete të bashkëtesës dhe tolerancës ndërfetare që ka pasur një ndikim të thellë të gjithë ata që morën pjesë dhe ndoqën ngjarjen.